Kam informacion që në burgun e Durrësit, ku kemi këta vipat e politikës që vuajnë dënimin, ka pas ndërhyrje nga jashtë për rritje e komoditeti të qelive të tyre, me pak fjalë. Pra unë kam marrë vesh që janë futur ustallar, marangoz, guzhinjer po të doni, nuk e ditë, pajisje teknologjike, krevate më të mirë, televizore më të mirë. Pra kanë ndërhyrë ata për ta bërë qelinë e tyre si një dhomë hoteli. Ju keni informacion për të gjë, a lejohet, as lejohet kjo, si keni vëzhguar. Dhe pyetja e fundit, kam vëre një gjë tjetër, që ju harxhoni goxha para për ushqimin e burgje, apo jo? Ndërkohë që ka një fenomen në gjithë burgjet shqiptare, në dijenin time, dhe nuk besoj se gaboj, që ndoshta mbi 90% i marrin ushqimet nga familjarët e tyre. Tani do bëni Tani të lutem. A ka ndoshta nevojë për një ndërhyrje tjetër këtu, qofse një burgosur kërkon ta marrë nga familja, nuk ka pse të projektohet, pilotohet, harxhohet para për ushqim që hidhet. Mund ta bën me zgjedhje që në fillim ndoshta, por unë kam informacion këtë që pra që harxhojnë goxha para për ushqim, që ata nuk duan ta konsumojnë. Nuk mund të them që ka komoditete të mobilive, siç po thoni, televizorë, janë gjithë televizorët janë brenda standardeve sipas rregullorës, komoditete, krevatët janë sipas rregullorës parashikuar, dyshegjet edhe pjesën tjetër akomoduese e mbulon drejtoria e përgjithshme e burgje me fondet e veta, nuk kemi të këtë kategorie që ju po më thoni. Televizorët janë të parashikuar rregullore. Sa i përket ushqimeve për familjarët, nuk është e vërtetë që 90% të dënuarve dhe të parburgosurve marrin ushqim nga familjarët. Sistemi i burgjeve ka detyrimin ligjor për çdo të dënuar dhe të parburgosur të garantojë ushqim 3 vakte.